Detajet të reja kanë dalë në dritë lidhur me sezonin e 5 të Big Brother VIP Albania. Sipas burimeve, shtëpia do të vi totalisht e transformuar me një konceptim të ri që pritet të vështirësoj lojën banorëve dhe të sfidoj krijimin e grupeve. Gjithashtu parashikohen ndryshime në strukturën e formatit, detajet e të cilave pritet të zbulohen në ditët në vijim. Një tjetër risi që përflitet është reduktimi i numrit të konkurrentëve në 14, ndonse kjo mbetet ende e pa konfirmuar. Megjithatë, asi në mëng i produksionit duket se është një personazh misterioz i cili ka qëndruar gjatë larg vëmendjes publike dhe konsiderohet si çelësi i suksesit për të krijuar dinamika të forta këtë sezon, ndërsa emrat e opinionistëve mbeten enigmë. Moderimi pritet t'i besohet sërish Ledion Liços pas suksesit në 2 edicionet e kaluara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.